Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi në Money Hour, është podcasti Fast News Economy. Ndodhemi në ambientet të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Falenderojmë më shumë që na ndihmon në realizimin e këtij podcasti. Sot do të flasim për diçka në fakt që jam e sigurt shumicës prej jush ju ka shkuar në mendje. Sa herë hapim rrjetet sociale dhe shohim influencer apo të bësh marketing, duket sikur mund ta bëjnë të gjithë. Dhe se marketingu është ndruar në profesionin më trendi sot, edhe duket se do të jetë i tillë edhe për shumë vitet që do të pasojnë. Kjo duke pasur parasysh në fakt një tendencë të përgjithshme, kur duket se çdo gjë është bërë si përfaqësore, e fokusuar më shumë te pamja, pra e thëndryshe te forma dhe më pak te brendia. Por si është të bësh marketing? Është e vërtet që marketingu shet edhe ajrin, siç thuhet, edhe kam kënaqësinë që në këtë podcast të kem një ndër ekspertët më të mira për çështjen e marketingut, që e njeh marketingun ZMZ dhe ajo është Jonida Këllezi, është drejtore marketingu në EasyPay. Jonida, mirë se erdha. Mirë se gjeta Aurora, shumë faleminderit për ftesën. Tani, para se unë të të pyes për marketingun, kush është Jonida edhe si ke parti lidhjen me marketingun? Duhet të jetë diçka e lindur që të bëhesh ekspert në marketingu? Nuk e di, nuk besoj se tek unë ka qenë e lindur. Unë mund të them që mund të kem qenë të parat persona në fushën e marketingut në Shqipëri që kam qenë me profil, me background akademik në këtë fushë. Kur jam rikthyer në Shqipëri pas studimeve të mia, kam bërë biznes dhe pastaj marketing, reklama dhe public relations. U erdha në Shqipëri, fusha sapo kishte filluar, domethënë të përmendej marketing, reklama, marketing shitje. Por shumë pak persona kishin një formim akademik në këtë fushë. Dhe mua në atë periudhë mu dha, le të themi, gjitha një hapësirë, një mundësi në treg për të qartë dhe për të bërë ato gjërat të cilat unë kisha studiuar dhe me thënë drejtë kisha qef. Kur studioja biznes, nuk le të themi, biznesi ishte fushë e gjerë, kishte financa, ishte trendi në Shqipëri në atë kohë. Dhe tek financa nuk e gjeta veten. Bachelorin bëjmë për financë, finans dhe kontabël e kam bërë, nuk e gjeta veten fare. Dhe një ndër profesorët në shkollë në kishin mentor në atë kohë. Ai më mentoroi dhe më tha, "Ok, profili yt shkon për marketing, mos e shumti." Thash, "Ok, po bëj masterin për marketing dhe reklama, po sa do punsohem, sa do kem unë mundësi në tregun në Shqipëri, unë do kthesha në Shqipëri për të punuar." Edhe ai tha, "Më beso, edhe në Shqipëri do filloj shumë shpejt, le të themi që të kjo fushë të kërkohet, dhe do kesh profilin e duhur që të qash përpara." Dhe në fakt ashtu ishte. Gjitha mundësi, sepse siç të thash, nuk kishte persona me një profil në këtë fushë, dhe ishte tregu i lirë. Pra, unë mund pata, le të themi, rastin, fatin që marketingun ta prekja në çdo fushë në atë kohë. Që le të themi, në krijimin, në market research, në teknikat e para të studimit të tregut, që në atë kohë nuk kishte në Shqipëri. Mbaj mend, kishte viti 2006, 2006 mbase, s'kishte kompani që merresh me market research. Mbaj mend që në atë kohë kam qenë gazetare në një televizion lokal dhe ajo që ndoste ishte që kur ti bëje një reklam, i drejtoheshin gjithmonë gazetarëve të ekonomisë dhe kur mbuloje me pamje vije gjithmonë nga familja e pronarit. Nëse të kujtohet ajo periudhë. Eksakt, domethënë, dhe nuk pra market research nuk ekziston. Të thash, ok, kjo do krijohet si fushë, kishte 2-3 kompani që vinin i merren nga Bullgaria në atë kohë, iku market researchi. Çfarë bëhet ti? Të bëj shitje në Shqipëri. Tek shitjet, ok, nuk e gjeja shumë veten, sepse ke parasysh profili i shitjeve nuk drejt për drejt në konsumatorin, nuk e gjeja shumë veten. Dhe ishte sektori tjetër ishte në reklamat, krijimi i reklamave, eventeve, që gjë e bukur. Dhe në moshën time unë 21 vjeç në atë kohë isha perfekte, pra më shkonte shumë me profilin tim dhe ashtu e fillova rrugtimin tim në fushën le të them më të bukur të marketingut, tek pjesa e kreativitetit. Si është të merresh me marketing? Është e bukur apo vetëm e bukur është me thënë kjo? Jo. Pamja me xixa, me shkëlqim që ne shikojmë. Unë mendoj që duhet ta kesh qef fillimisht. Dhe duke e pasur me pasion, gjërat e bukura vijnë pastaj, ti do ta gjesh një mënyrë që ta bësh. E bukur e marketingut është duhet të kesh pak atë mindsetin që ti gjërat do t'i bësh, gjërat duhen bërë. Kjo është, unë gjithmonë kur kam një projekt them
kjo duhet bërë, është e vështirë, patjetër s'ka gjë të thjeshtë, por kjo duhet bërë. Pra kjo është mindseti që duhet kesh në marketing dhe pastaj duhet të gjesh çdo mënyrë që gjën ta bësh. Duhet të jesh kreativ. Për të gjetur një gjë ndryshe nga të tjerë për të tërhequr. Ka disa gjëra. Domethënë unë e filloj, mendoj që duhet të kesh të dhëna, duhet të kesh data dhe duhet të jesh strateg. Dhe në momentin që ti duhet të dish çfarë do, duhet të kesh buxhet dhe më pas vjen kreativiteti. Domethënë kreativiteti vjen si pasojë e këtyre gjërave, sepse ti mund të bësh një reklam ose mund të bësh një mesazh ose mund të bësh një spot shumë të bukur, po a flet ai me brandin tënd? A flet ai me audiencën tënde? A është në linjë ai me misionin, me vizionin e kompanisë? Pra janë të gjitha këto gjëra që shkojnë bashkë. Pra kreativiteti vjen në fund, pra duhet bësh këto detyrat përpara, duhet informacione, duhen data, duhet të dhënat, duhet një strategji në nivel makro e biznesit dhe marketing dhe pastaj shkon kreativiteti. Por unë mendoj dhe me aq sa që kam parë, marketingu ka shumë fusha dhe mendoj që ka njerëz specifik që kanë aftësi të caktuara që fitin në çdo profil dhe i gjithë kombinimi të gjithë këtyre personave ose këtyre fushave çon një marketing të bukur. Pra marketingu është një punë skuadre, nuk është punë e një personi. Pse është kthyer në kaq shumë në modë sot? Është trendi të thuash, unë merrem me marketing, është një gjë kështu. Është fillimisht sot është trendi sepse është teknologjia, pra është zhvilluar teknologjia shumë dhe i ka dhënë platforma digjitale, Instagrami, TikToku, YouTubei, të gjithë këto i kanë dhënë mundësi kujdo që të marri në dorë mikrofonin dhe videon dhe të flasë. Dhe pastaj nëse ti thua gjërat e duhura, ke fytyrën pak se duhen edhe këto gjërat, ditë artikulohesh mirë. Pra ti ditë shesësh, pra të shitjen që e bëje dikur face to face, tani e bën nëpërmjet ekranit, sepse ju ke marrë një hovë pastaj. Pastaj, pra teknologjia është ajo që mendoj unë që i ka dhënë njerëzve sot mundësinë që ta kthejnë në një mod marketingu. Jo të gjithë e bëjnë bukur, se sot janë bërë të gjithë digital creators, po jo mendoj unë që jo të gjithë janë të suksesshëm. Shohin ato shifrat, sa like, sa views mora, sa ishte reach-i kësaj video, po në fund të ditës varet çfarë marketojnë. Pra nëse ato marketojnë profilin e tyre personal dhe aty thonë sa mora unë, sa views kam marrë në këtë video etj. Pra këto ka kjo është një lloj indikator, një lloj shifre që tregon popularitetin e atij personi. Por çfarë flet ai, kush është le të themi produkti që ato marketojnë dhe thonë, dhe sa është përkthyer ajo video në shitje ose në le të themi në brand awareness ose marka, ajo është gjë tjetër për tu parë. Pra jo gjithmonë ka një korelacion të drejtë ndërmjet faktit që ti zgjedh një influencer të famshëm dhe kjo të kthehet në një biznes, në një investim për ty si kompani që ke financuar këtë lloj influencer, e them më thjesht. Kështu mendoj unë. Ka diçka pra në këtë linjë, nëse flasim për sektorin ku unë punoj, ne jemi në marketingun e shërbimeve financiare. Në EasyPay. Në EasyPay është pak si institucion financiar, por ne nuk ka shumë rëndësi nëse personi që del dhe flet për ne, pra në këtë rast në media sociale një influencer, nuk ka shumë rëndësi sa le të themi shifrat që ai ka, se sa besueshmëria e këtij personi dhe sa mirë artikulon, sa mirë shpjegon ai shërbimin që ne i japim. Sepse duke qenë shërbim financiar jemi pak delikat në gjërat që ne themi. Ato gjëra duhet të jenë, kemi le të themi anën regulative nga pas, pra nuk duhet të japim informacione që të joshin shumë, që nuk janë të bazuara, pra nuk janë të vërteta. Pra këto gjërat ne i kemi shumë kujdes kur flasim për shërbimet tona, ndaj personi që ne përdorim si le të themi person publik në komunikimet tona, duhet të jetë shumë i kujdesshëm të thotë gjërat më së shumti
se si i përdor produktet tona, domethënë i përdorim shumë në kuadrin e një tutoriali, si mund t'i përdori shërbimet. Jo në idenë e brand awareness për të joshur klientelën që të marrë më shumë. Ajo është patjetër në synimin final, por që në kohë të shkurtër, synimi jonë është që të edukoj, të japi besueshmëri dhe të rrisi pak atë edukimin financiar që është shumë i nevojshëm në sektorin tonë. Që tregu shqiptar ti e di mirë, ka shumë nevojë për edukim financiar. Jeni të parë se të pyes për edukimin financiar që padyshim është i rëndësishëm, dhe është i lidhur deri diku dhe me marketimin, se duket sikur e nxit atë shpenzimin pa kritere dhe pa një bilanc të mirë, pa një përllogëritje të mirë. Pse ke zgjedhur EasyPay me një eksperiencë kaq të madhe, le të themi, dhe akademike në fushën e marketingut, por edhe praktike në ato që ti bën? Unë jam e lidhur me EasyPay që në fillesat e veta 15 vite përpara, dhe unë mendoj që ose për mua funksionon që marketingu t'i shijon më mirë në një startup, sepse të jep mundësinë dhe lirinë që ti t'i bësh ta prekësh marketingun 360 gradë. Nga gjërat e vogla, pra nga një krijimi një logoje, tek ngjyrat, te posterat, tek eventet që ti bën, sa do të vogla ose të mëdha që ato janë, reklama televizive, të bësh një email marketing, të krijosh content për rrjetet sociale, të zgjedhësh personazhet publike, pra unë e prek marketingun 360 gradë. Kjo është një ndër kënaqësitë mia në, le të themi, në EasyPay që ka qenë startup, po edhe tani. Domethënë, ky mendoj unë që është benefiti im më i madh i të punuarit në EasyPay. Pra, ke qenë deti marketingu aty ka qenë bebia jote, të cilën ti tani e ke rritur. Po, e ke bërë adoleshente. Po, e kam bërë adoleshente, po, tani është në boom. Mendoj unë, po mua më vjen shumë mirë që ndër vite, domethënë një markë si EasyPay, një markë shqiptare në tregun financiar ka arritur të lulëzoj kaq shumë. Pra unë mbaj mend që në fillimet tona kur kishim 2-3 pika fizike, nuk kishim aplikacion atë kohë. Sot ka mbi 580 pika, kemi një aplikacion që është për klientët, për bizneset, me shërbime që shtohen dita ditës, dhe gjithë kjo fakti për mua domethënë është një kënaqësi që shoh, le të themi, pika EasyPay logon ta shoh në gjithë Shqipërinë. Pra është nga ana e marketingut është një lloj kënaqësie që ti shikon logon që është kudo. Sheh, le të themi, ose një tjetër kënaqësi është kur merr telefonata dhe duan bizneset të integrohen në platformën tënde. Është kënaqësi edhe më e madhe kur na approach kur vinë kompani të huaj ose individ të huaj. Pra marka njihet edhe përtej kufive të Shqipërisë. Pra këto janë, le të themi, ato kënaqësitë që unë marr nga të pasurit, le të themi, duart në marketing në të gjitha fushat e saj. Kjo mendoj që është pjesa më e bukur, dhe prandaj unë mendoj që unë e kam kaq për zemër marketingun, dhe kur flisja nëpër auditore gjithmonë për marketingun, më kujtohet që ke qenë dhe pedagoge, po. Dhe për marketing, reklama, dhe kur ndaja eksperiencat e mia kur flisja për marketingun, kujtohet kur ishin studentët në vit të dytë, ishin biznes i përgjithshëm dhe zgjidhnin profilet. Më vite shumë mirë kur vinë më thonë, unë zgjidha marketingun, tani për master ose për profil do marr marketingun dhe prej teje. Dhe akoma më shumë gëzohem kur i takoj sot në tregun e punës. Një pjesë prej tyre punojnë nëpër institucione private, shtetërore, por në sektorit të ndryshëm. Për mua është një kënaqësi që ende sot, le të themi, 10 vite, 12 vite më vonë, më mbajnë mend dhe kur takohemi flasim ende për kohët e vjetra. Janë kënaqësi të vogla këto, por që duket se është ai fruti i punës, që duket se ka dhënë një kontribut le të themi dhe për të ardhmen e marketingut, për krijimin e brezave të rinj. Është e njëjta ndjesi që kam dhënë, unë në Universitetin Mesdatar të Shqipërisë, për shumë vite kam dhënë marketing. Tani jap një lëndë tjetër, po. Po kur ti e ke me pasion vet dhe kur ndan eksperiencat praktike, jo shumë teorike, kjo është shumë e rëndësishme. Ata e gjejnë gjuhën me ty dhe të kuptojnë dhe të bëjnë pyetje dhe bëhet lënda më e bukur, sepse marketingu dhe reklama nuk është shumë teori, shumë praktika. Po, është praktike, kur ti angazhon, e çon në një projekt që ato ta bëjnë në terren, në një kompani reale, bën
një plan studimor, një plan marketingu. Të bëj një reklam për një produkt të saktuar. Të bëj një reklam. Në kohën kur kam qenë unë, pra 15 vite më parë që jepja mësim, nuk kishte shumë praktik. Ne filluam në atë kohë të integronin në për kurikula dhe ekspert nga tregu i punës, siç isha unë, sepse unë vërtet jepja mësim, po isha edhe angazhuar në EasyPay për shembull, ose kishte projekte të tjera që ma lejonin mua që të inkorporoja shembull praktik shqiptar, jo Coca-Colën edhe Pepsin. Kështu që këto ishin ato gjërat që unë e shihej që kuptoheshin dhe aty kuptova që është e rëndësishme gjuha që ti përdor, duhet të flasësh me gjuhën e audiencës. Dhe ajo është letim unë atë kam mund edhe kur shkruaj mësot, kur shkruaj artikull ose në një blog apo në një content për një reklam, që them okay, kush është target grupi? Sa më thënë çfarë si duhet përshtatet. Por ka dhe vështirësi marketingu. Plot, se unë po flas për pjesën e bukur. Kush është pjesa e keqe që ti thua nuk dua të merrem me marketing? Apo se thua kur? Never say never. me këto, në fakt, me zhvillimin e teknologjisë, kemi flas aktualisht, për shembull, siç një ndër sfidat që kam më të mëdha tani, është me zhvillimin e teknologjisë, me plotësitë platformat digjitale, ka lulëzuar marketingu digital. Dhe për ne që jemi të tradicionales, pra sepse unë kam background dhe ekspertiza ime vjen nga marketingu tradicional, e përshtatur me tregun tani, po çështja është që sot të duhen që të jesh konkurrent, të duhet të kesh të gjitha aftësitë të përditësuara me këtë gjë. Dhe kemi të dhëna, ka shumë informacion, por problemi është që nuk po arrijmë që të përpunojmë kontentet në bazë të këtyre, pra leximi i këtyre të dhënave digjitale dhe përkthimi në teknika digjitale është pak e vështirë. Dhe kjo lidhet ngushtësisht me gjetjen e stafit, me personat, me të punësuarit që përkojnë me këtë. Pra unë e kuptoj në nivel makro çfarë po ndodh, i kuptoj shifrat, por po më duhen të rinj dhe të reja, se marketingu është fushë rinore më së shumti, dhe të cilët të jenë të kenë pak të jenë gjallë, të jenë të pak të shkafët, të jenë të paraprint trendet, të lexojnë shifrat, të kuptojnë edhe ti kthejnë në kontent, në taktika, më kupton. Kjo është po nuk është faji i të rinjve dhe të rejave. Problemi është që produkti, ajo çka këto marrin nga kurrikulat në shkollë, sepse është pak më e gjerë gjëja, nuk shkojnë me nevojat që ka tregu. Pra nëse tregu ka këto nevoja sot, universitetet, akademia duhet të përshtatë kurrikulat e saj dhe me këto, dhe vetë duhet i mësoj studentët që të jenë gjithmonë në kërkim të aftësive të reja, pra duhet të aftësohen gjithmonë më shumë dhe vetë që të përshtaten me këto. Pra është ky ndeku që është bosh midis që është pothuajse në të gjitha sektorët në tregun e punës. Jonida, kur flasim marketing, duhet sikur marketingu shet gjithçka, madje është shprehja e famshme që marketingu shet edhe ajrin. Sa kujdes kanë njerëzit dhe përgjithsisht të rinj kur bëhet fjalë për të shpenzuar, apo ti blen gjithçka edhe kur nuk e ke mundësinë financiare për ta bler vetëm për status, sepse këtë gjë e nxit marketingut. Kjo është një kritikat më të mëdha që i bën marketingut. Ndaj dhe ne kemi shumë rregulla, protokolle përpara se të hedhim një reklam, duhet t'i kalojmë, i bëjmë ne një herë bukur nga ana kreative, pastaj duhet të kalojmë nga zyra e compliance, të shohim nëse tekstet janë sipas rregullave që Banka e Shqipërisë kanë vendosur, disa fjali, tok fjalësh të cilën ne duhet të jemi të kujdesshëm kur nxjerrim kontentin ton, sepse në fakt është abuzuar shumë. Dhe shihet sidomos tek të rinjt, gjithmonë të rinjt fëmijët është një treg vulnerabël që ata manipulohen shumë kollaj, kështu që blejnë çdo gjë. Unë kam vënë re ndonjëherë shoqet e vet, blej gjëra të cilat nuk i kam të nevojshme, thjesht më pëlqen kur e reklamon ti në faqen tënde, unë të besoj ty. Ty edhe e blen. Dhe them okay, ka përdor Aurora këtë gjë, po e marr edhe unë. Pra
është pjesë e psikologjisë konsumatorit që ti ndikohesh nga mesazhet që ti merr dhe nga personat cilët i reklamojnë. Ti ke një lloj afeksioni. Ndërkaq, duhet në këtë drejtim duket se nuk kemi kulturë financiare. Mungon kjo e pjesa e edukimit financiar që ne të dimë që ti duhet të shtrish këmbët sa ke organin. Do të thënë ke kaq lek, duhet të dish që kush janë prioritetet e tua dhe nëse ke mundësi pastaj mund të plotësosh 1, 2, 3 që quhen ato që quhen shpenzime luksi. Ndaj edukimi financiar duhet të fillojë në moshë herët. Duhet të fillojë që në fillore me gjëra të vogla. Duhet të jetë në kopësht mbase ti marrin ata fëmijët, unë mendoj që i bëjnë se e di që ka ndodhur me gocat e mia, që të shkojnë në market, të jap 50 lek, ti ndërkohë ke 50 lek për të shpenzuar. Kështu që nuk mund të marrësh çfarë do, duhet të zgjedhësh diçka sepse ky është fondi që ti ke për sot. Pra duhet filluar me gjëra të vogla, me lojra të vogla dhe më pas ajo do bëhet kulturë. Ne dhe vajzave tona këtë praktik kemi bërë, me të madhe një herë ka funksionuar, por ishte shumë e lodhshme, sepse ishte ajo ideja që ti kur futesh në dyqan ose shef diçka në YouTube, ti e do patjetër kur futesh në dyqan. Kështu që jemi munduar shumë të themi ky është buxheti yt, këto janë lekët, kështu janë. Menaxhoje dhe mos kërkon më shumë. Po, nuk kam më, dhe unë shumë vajza ime sot ka 200 lek dhe thot unë do blej 1, 2, 3 gjëra dhe të kem dhe pak lek për nesër që t'i pushtohet buxhetit tim ditor, pra fillon bëjmë planifikime të tilla. Pra, ministrën e ardhshme të financave kemi gati. Unë kam përgatitur. Kështu që mirë. Është e rëndësishme, pra kështu fillon, pra ti fillon me 2 çokolata me një karamele, pastaj kur rritesh ti thua unë kam një shtëpinë time, ama unë në muaj kam ca detyrime financiare, kam për të paguar drita, ujë, telefoni, internet, që këto janë le të themi bazike dhe ti shpenzon dhe duhet i paguash. Kështu që nëse ke kaq lek, automatikisht çdo muaj je minus kaq, sepse këto janë për të paguar. Pastaj vjen edhe gjëra të tjera, do marrësh një kredi, ajo kredi nëse ti e blen këtë gjë do këtë telefon, nuk e lek do marrësh kredi. Por kush janë kostot e tjera, domethënë, të gjitha këto gjëra duhen mësuar shumë herët përpara se ai të ketë paratë veta dhe të fillojë të mos ta bëj rrushë kumblla. Po. Ndërkaq kemi pasaditësh javën globale të paras. Nëse do jepi një mesazh Jonit? Java globale e paras është një nisëm që ka, domethënë, ndërkombëtare, por që edhe në Shqipëri ka vite që bëhet. Banka e Shqipërisë është një ndër iniciatorët e kësaj dhe ne si Zipay çdo vit kemi bërë nga një lloj aktiviteti që më së shumti është këtë pjesa e ndërgjegjësimit dhe e menaxhimit të financave personale. Mesazhi që unë jap është në limë atë çka thash. Të mësojmë fëmijët që të vegjël për rëndësinë e financave personale, sepse nuk do jenë gjithmonë me prindrit. Kështu që do marrin përgjegjësinë. Sa më herët, aq më mirë. Detyrimet që ne kemi çdo muaj nuk janë të komshiut së dikujt tjetër, janë tonat. Domethënë ne duhet të dimë që kemi detyrime për të paguar çdo muaj dhe le të them me gjëra të vogla, baby steps derisa të shkojnë më lart. Kështu që ky është mesazhi im fëmijëve që në vegjëli duhet të mësojmë për menaxhimin e financave personale. Jonida, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit shumë edhe ti. Të dashur miq, ky ishte podcasti i kësaj jave. Bashkë do të shihemi sërish në edicionin e radhës. Mirupafshim.